obliguar që mos t'ua kthej shpinën antarëve të familjes së tyre, apo prijesit e një populli, udhëhecit e një populli, deri në frymën e fundit e kanë obligim prej Allahut, prej pejgamberit të Allahut, nëse duam të takohemi me ata në ditën e Kiametit, inshallah Allahu na bashkon me pejgamberin e Islam, nuk duhet t'u kthejmë shpinën popullit tonë, kurrën e kurrës, edhe nëse të fyjin, edhe nëse të përbuzin, edhe nëse të shpifin, edhe nëse të maltretojnë, nuk mund të bëjnë atë sa i kanë bërë pejgamberit alayhis salatu vesselam. Edhe në qoftë se të bëjnë, çfarë neve na takon shembulli më i mirë të marrim Muhamedit alayhis salatu vesselam, a nuk e gurzuan pejgamberin e Islam në Taif? Kur u dëshprua në Mekë, tha do shkoj në Taif, ndoshta ai qytet kam dëgjuar se janë njerëz të mirë. Kto kishin çuar në lajm kishin çuar në Taif, do të vija i çmendurin e thojse për pejgamberin alayhis salam, për zinja. Dulën burra i gra e fëmijë e gjuajtën me gur. Doli në periferi të qytetit, çfarë tha? O Zoti im, falja, ata nuk din asgjë. Ata sikur ta dinë se kush jam unë, nuk ta banin këtë. Udhëzoi, edhe vërtet populli i Taifit u bën një ndër popujt më të mirë të udhëvesës arabe. Kjo është pejgamberi alayhis salam. Mirë po ne në fakt nëse thirremi në ndjekjen e Kuranit dhe Sunetit të tij, Sunet do të thonë të ndjekësh jetën, të jetë modeli yt në jetën tënde gjatë thirrjes. Hoq, në këtë rrugtim ne padyshim se nuk gërzohemi me gur siç e kanë gërzuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, mirë po padyshim ekzistojnë disa pengesa gjatë këtij rrugtimi për çuar amanetin e Zotit në vend. A thua vallë nga kush duhet të kemi më shumë kujdes gjatë këtij rrugtimi, hoq? Rrugtimi i muslimanit është i rëndë, vërtet është një pyetje që të le pa koment, një pyetje që don seriozisht të merret. Çfarë pengesash muslimani ka sot? Pengesa ekonomike nuk ka. Unë këtë vazhdimisht e potencoj. Nuk jam ekonomist. Mirë po, shoh që Allahu xhelle xhelaluhu në vendbanimet tona ka lëshuar shumë bereqet. Pengesa ekonomike nuk kemi. Pengesa jonë kryesore di çfarë është? Dashuria e madhe ndaj kësaj dynjaje. Dashuria e madhe ndaj epshit. Dashuria e madhe ndaj kënaqësive, dashuria e madhe ndaj asaj që quhet aheng, ta quaj një jetë pa kontroll, një jetë e cila mendon se do ta bëj të pavdekshëm qoftë ai gjithë ditën dëgjon muzikë, apo do ta bëj të pavdekshëm qoftë ai gjithë ditën shikon ato plazmat apo televizorët cilën tiket do e kapja apo cilën tiket do e humbje, një jetë e cila vërtet është nën kontrollin e shejtanit e jo nën kontrollin e Allahut lëshanu. Sipas kësaj, mund përgjigjes tuaj të përgjigjemi kështu në dy aspekte. Vërtet që shejtani i mallkuar ju betua Allahu xhaleshanu. Në momentin kur ai refuzoi të i bëj sejdë Allahut, çfarë tha? Allahu tha, je i larguar nga mëshira ime. Mirë po, shejtani i mallkuar pati një kërkesë. Vërtet në shejtanin e kemi ai që mundohet vazhdimisht, se shejtani është shumë serioz në punën e vet, interesant. Sikur ne të kishim qenë aq serioz në thirrjen islame, sa është shejtani serioz në thirrjen për në xhenem, vallahi nuk do kishte asnjë besimtar që do hijë në xhenem. Shejtani është më serioz se sa ne që ne e bëjmë punën tonë. Ai e bën punën e tij në mënyrë të përkryer. Paul ai nuk lodhet, ai nuk flen, ai bën punën e tij si Nuhi, mirë po për të keq. Nuhi natë e ditë thirrte për të mirë, shejtani natë e ditë thret për të keq. Mirë po, në aspektin e mjeteve, në aspektin e komoditetit, shejtani ka ma shumë komoditet se ne. Pse? Ai ka ushtar shumë, ka shok shumë. Të gjithë ata që të thrasin për të bërë punë të këqija janë antar të partisë më të vjetër në botë, e cila është partia e shejtanit. Ai ka shumë antar. Ai ka antar më shumë nga njerëzit se sa nga xhenët. Pse gjithë ata që bëjnë punë të këqija janë antar të partisë së tij. Edhe ai si lider i tyre në ditën e Kiametit, që është ajo që neve edhe mua personalisht edhe çdo dëgjues tonin duhet të na iritoj shumë. Ky si lider, iblisi apo shejtani i mallkuar në ditën e Kiametit do ta mbaj atë hutben, atë fjalimin e tij në atë karrigen e zjarrit. Mes tjera, e di çfarë do t'ju thotë njerëzve që kanë ndjekur rrugën e shejtanit. O njerëz, unë e njoha Zotin tim, juve ju mashtrova. Shikon? Unë e njoha Zotin, pse shejtani e dinte që Allahu është një. Sikur muslimani ta dihet tamam sakt, Allahu është një, edhe ai e kontrollon në këtë dynjë, edhe ai është ai i cili e pret në botën tjetër, nuk bën gjinahe të kalibrit të madh.
Njeri është njeri, mund të gaboj. Mirë po, Allah të ktheu, unë do të fali. Në botën tjetër të do të mbaj fjalim, unë e njoha Zotin tim, një që është, por juve ju mashtrova. Zbesoj të ketë zhgënjim më të madh se ata që janë përgjigjur thirrjes. Kjo është që shejtani në këtë botë çfarë bën? Yuzayyinu a'malahum, kështu thuhet. Shejtani u zbukuron punët e tyre, me pyet një pianec. Ai thot, pianeci, e di çfarë thot? Krejt këto që nuk pijnë alkool janë pianeca. Këto janë budalla, unë jam i mençur. Pse? Ai është mbyllur në atë botën e tij të alkoolit, edhe çdo njeri që nuk pin për ata është budall. Pse? Shejtani ka zbukuruar punët e tij. Me pyet në një që ndjekën diskotekat, kjo rinie këto janë budalla ndih. I shkatruan gjujt duke u fal gjithë ditë. Hajde heja ta shohësh këtu jeta jon. Mirë po, e vërtet e di ç'është, se vërtet nëse u hap zemrën dhe shpirtin, ata nuk janë të rehatshëm. E rehatia e besimtarit është në sejdë. Nëse përderisa nuk e ka provuar njeriu sejdën të qëndrojë i përulur ndaj Allahut, të rrehen ai që të thotë jam i lumtur. Këto njerëz janë ata që janë antarë të atij, Allahu i udhëzoft, sa më shpejt inshallah i kthen në rrugën e mbar. Edhe është ai i cili vërtet është shejtani, edhe me këtë nuk duhet ta zgjatim tepër, është shejtani i vërtet, i cili i vërtet e bën punën e tij. Fillimisht për shembull përmendet fillimisht ai një punë ku don të çojë në një gjina, në start ta tregon një punë kurse ajo punë është e hajrit, edhe ti mendon se je duke bërë një punë të mirë. Në fakt, ai e din edhe rezultatin se ku do të dalë puna. Përmendet një rast në kohën e mbas Musait alayhis salam te Beni Israilit, ishte në një qytet, ishte një njeri shumë i devotshëm. Ai njeriu gati se përveç se për ushqim dhe nevojat e tija personale, 10 vjet nuk kishte dalë prej shtëpisë së tij. Vetëm bante ibadet, natë e ditë. Adhuronte Allahun xhele xhelalu. Një ditë shejtani i vjen në formën e një njeriu plak, të mençur dhe të urtë, kinse, edhe çfarë i thot? O njeri i thot, është gjina, është i njeri kaq i devotshëm, shikoni, e shet çfarë shpifje bën. Është gjinati njeri kaq i devotshëm të rish në këtë qytet të pamoralshëm. Të rish në këtë qytet që e ka kapluar terri dhe zullumi. Po çfarë të bëj thot? Ti është mirë të dalësh të ndërtojsh një shtëpi në periferi, ta themi të Tetovës apo të Gostivarit. Atje do jesh më rahat, nuk do shohësh gjinahe, nuk do shohësh amoralitet, nuk do shohësh padrejtësi dhe zullum. Këti njeri të devotshëm thotë, si ide, ju duk ide e mirë. Tha, nuk e ka mirë plaku, edhe shkoj ndërtoj një dhomë në periferi të qytetit. Shkoj atje, tha, ma mirë këtu do ta adhuroj Allahu në rahat. Vërtet vazhdoi një 2-3 vjet ashtu ta adhuroj Allahu xheleshanu xhelexhela. Ti bëj ibadet natë e ditë Zotit. I njëjti iblis, i njëjti shejtan shkon në qytet të 3 vëllezër. Ato 3 vëllezër kishin pas edhe një motër. E kishin pas në plan të udhthojnë diku në gurbet, jashtë, edhe mirë po e kishin hall, vërtet qyteti ku jetonin ato ishte tepër i pamoralshëm, edhe than motrën tonë kujt ja lën. Është problem. Që të kujdeset për motrën tonë, sepse ishin djemë të mirë, edhe këta edhe motra ishte një femër e moralshme, edhe nuk dinin ku ta lenin. Shejtani u paraqitet edhe çfarë ju thot? Për motrën tuaj kam një ide, çonje taj njeriu i devotshëm. Si ai që mund ta ruaj, kujdeset për motrën tuaj, askush në këtë qytet. Ju e shihni si qyteti në çfarë gjendje morale është. Ata thanë besa nuk e ka keq vallaj, dhe e çojmë taj njeriu i devotshëm. E çuan për spari herë, ai nuk e pranoi. Jo, tha, unë do të jem rahat, edhe çonje ku doni, unë nuk mund të marr një përbar një gjë të tillë. Për së dyti edhe për së treti, pastaj dikur pranoi të kujdeset për motrën e tyre. Ata shkuan edhe duke ndetur shumë rahat që kanë lënë motrën të njëri shumë i devotshëm. Përsëri shejtani tani vin ke njeriu i devotshëm, te besimtari, te namazqari. Një ditë ju sjell një dhurat, një ditë ju sjell ushqime të mira, që ky njeriu i devotshëm të filloj të kënaq epshin e tij para barkun, siç thotë i ndjeri Alia Izetbegoviçi, shahidi i ish Jugosllavisë, çfarë thotë?
kafshët janë, thët, çfarë thët, janë më të poshtra, më të egra, më mizore kur janë të uritura, ndërsa njeriu kur është i ngopur. Kur është i ngopur, njeriu haron Allahun e lëshanu e gjilë. Edhe kitët, shejtani filloi të çoj ushqime të mira, ky i devotshmi nuk ishte mësuar me ushqime luksoze. Ju qonë të ushqime të mira, dikur e nxitte që ky t'i afrohet kësaj vajze, edhe i bëni ato shkallët dhe ato veprime derisa arriti që ky i devotshmi të harroj Allahun dhe të bëj marrëdhënie, të bjerë estagfirullah në amoralitet me këtë vajzën që e kishte në kujdesin e tij. Shikoni, ideja e shejtanit çfarë ishte? Ky të dalë në periferi që të adhuroj Allahun më mirë. Si start ishte i mirë. A çfarë ndodhi? Shikoni çfarë ndodhi. Ky në fund të harroj Allahun dhe të bjerë në amoralitet, para mendo. Pastaj ajo mbet shtatzane, pastaj lindën fëmijën, edhe çfarë? Përsëri paraqitet shejtani. Çfarë i thot? Po thot këti paraqiten edhe vezvese të ndryshme. Do kthehen vëllezrit, do kërkojnë motrën, do e shohin që ajo me fëmijë, do kuptojnë që un kam bërë amoralitet me këtë. Shejtani tha kam një ide, ta mësoj përsëri, vraj të ditë. Edhe fëmijën edhe nanën. Edhe varrosi të ditë me një vend. Edhe ky kështu vepron, e vret edhe vajzën edhe fëmijën e vogël, edhe i varrosën. Kur vin ata ta kërkojnë motrën e tyre, motra ka vdekur. Kur e hapin varrin e motrës e pan që ka një fëmijë, do të thonë u konstatua që ky ka pas marrëdhënie me motrën e tyre. Ata donin ta vritnin njeriu e devotshëm. Shikoni, problemet nuk e tregoj për asgjë tjetër, vetëm për një shkak që sot e kësaj dite kjo sprov çdo muslimani mund të i ndodh. Shikoni, punët në start mund të jenë me një jetë shumë të mirë, në fund mbarimi nuk ju dihet rezultati edhe fundi apo skenari i gjithë asaj që mund t'i ndodh një të riu dhe një të reje apo një familje muslimane. Më në fund donin ta vritnin njeriu e devotshëm. Përsëri paraqitet shejtani. Shikoni, për ta kryer punën deri në fund. Çfarë bën ai? Ai don të çojë ty te Allahu pa iman. Ky është qëllimi i shejtanit në këtë dynjë. Ky kur shejtani të çon ti në diskotek, ai ka qejf që ti aty të vdesish. Nuk mund të vdesësh në diskotek me la ilaha illallah astaghfirullah. Ai kur të çon ti në amoralitet, nuk mund të vdesish duke thënë la ilaha illallah ti je në zina. Kur të çon ti të merresh me kamat, apo të pish alkool, apo të bësh ndonjë zullum tjetër, nuk mund të vdesish me la ilaha illallah Muhammed Rasulullah. Edhe këtu është qëllimi i shejtanit që fundi i këtij të jetë pa iman. Ata kur donin ta vritnin, u paraqit shejtani. Di çfarë i tha? O njeri, a don të shpotojsh ti? Unë do i bindi ata që ti mos vrasin. Po tha, kish frikë, mos vritet. Tha, bjerëm në sejdë mua, unë do të shpëtoj mos vrasë, stakfirullah. Thot njeriu nga dëshira që të jetoj, i bie në sejdë shejtanit. E mohoj Allahun xheleshanu xhelexhan. Shikoni, 10 vite ibadet, 13 vite ibadet, duke mos dalur nga dhoma kur, vetëm në sejdë, edhe në ruku, më në fund të jetë një fund në këtë mënyrë. Kjo është punë e shejtanit deri në kiamet. I ra në sejdë shejtanit, e mohoj Allahun xheleshanu xhelexhalu, edhe duke qëndruar në sejdë shejtanit, Allahu e çon melekun e vdekjes edhe ja merr shpirtin në sejdë shejtanit. Ja merr shpirtin në atë formë. Pse? Duke në dhënë neve një mesazh shumë të fortë. Ashtu siç ka thënë pejgamberi alayhis salatu vesselam, ju do të vdisni ashtu siç do jetoni, edhe ju do të ringjalleni ashtu siç do të vdisni. Lusë Allahun xheleshanu xhelexhalu, fillimi, mesi dhe fundi i punëve tona inshallah të jenë për të mirë edhe me Allahun xheleshanu xhelexhalu. Po për fund një mesazh të shkurt për sa i përket atyre që dëshpërohen. Në fund, unë nuk do të them më tepër